por ju e cilësoni ende një plagë të hapur. Pse vallë? Po gjithsesi është një plagë e hapur, me qenë se në Kosovë gjatë luftës së fundit në vitin 1998-1999 ka ndodhur mbi 10.000 të vrarë nga forcat serbe, 10.000 shqiptarë të vrarë nga forcat serbe, ka pasur mbi 20.000 femra të dhënuara seksualisht, femra dhe meshkuj, mund të them, dhe ka pasur shkatërim të objekteve të kultit, shkatërim të objekteve të kulturës, të trashëgimisë kulturore shqiptare, gjithçka që ka pasur të bëjë me shqiptarët dhe ka pasur spastrim etnik, dëbim masiv nga Kosova të shqiptarëve. Qytetarët në Shqipëri janë dëshmitarë të kësaj, kanë parë me sytë e tyre qytetarët nga Kosova, të cilët gjatë luftës fundit kanë qenë detyruar të largohen nga Kosova dhe me rastin e largimit nga Kosova, atyre edhe u janë shkatëruar dokumentet e identifikimit. Të gjitha këto veprime të forcave serbe përbëjnë krimin e gjenocidit, i cili akoma nuk ka gjetur drejtësinë, akoma nuk njihet ndërkombëtarisht dhe ne synojmë që të sensibilizojmë opinionin publik vendas dhe ndërkombëtar që kjo çështje të njihet ndërkombëtarisht në rënd të parë dhe të gjejë rrugën e drejtësisë, në mënyrë që gjeneratat e ardhshme të mos kenë probleme të ngjajshme siç kemi pasur ne si gjenerat gjatë luftës së fundit në Kosovë. Serbia nuk është hera e parë që ka përsëritur aktin e gjenocidit, ne po e theksojmë vetëm vitin 98-99, mirë po edhe të kaluarën gjatë luftrave ballkanike, gjatë vitit 1878, gjatë luftës së dytë botërore, sa herë që është dhënë mundësia, ata kanë treguar mizoritë e tyre ndaj shqiptarëve dhe plagë e hapur është edhe ajo pjesë, por gjithsesi viti 1998-99 përbën plagën më të hapur, me qenë se kujtimet nga ajo tragjedi që ka përjetuar populli i Kosovës janë akoma të freskëta dhe kjo plagë do të mbyllet vetëm me arritjen e drejtësisë.